أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد يقول تبارك وتعالى في الكلام بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم طهر قلوبنا اللهم طهر صدورنا اللهم فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ثم آمين يا رب العالمين. Ndëruar vëllezër, të ndëruar motra, falëndërimi i takon Allahu te bareka ve teala, atë falënderojmë, falje ndihmë, mëshirë, rahmet, udhëzim, shpëtim, dashuri, humanizëm, kërkojmë prej Tij subhanahu wa taala, ndërsa salatun dhe selamet qofshin mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata muslimanë të cilët e kanë ndjekur, e ndjekin dhe do ta ndjekin rrugën e Islamit, rrugën e Kuranit, rrugën e sunetit të Muhammedit alayhi salatu wassalam deri në ditën e gjykimit. Nuk ka dyshim se fjalët më të mira për ne si musliman janë fjalët e Allahut dhe nuk ka fjalë më të mirë, më të bukur se sa fjalët e Allahut subhanahu wa taala. Ndërsa udhëzimi më i mirë në të cilën muslimani mund ta gjejë, udhëzimin e tij janë këshillat profetike dhe udhëzimi profetik i Muhammedit alayhi salatu wassalam. Jemi në prak të muajit të bekuar Ramazan dhe ne shfrytëzojmë rastin që sot me lejen e Allahut te bareka wa taala të mundona të flasim rreth një teme të cilën e kam titulluar Kejfe Yesum el Qalb, si agjeron zemra, sepse Allahu te bareka wa taala i dha rëndësi të veçantë udhëzimit të zemrës, i dha rëndësi të veçantë zemrës në Islam. Dhe shumë ajete flasin rreth zemrës. Dhe shumë hadithe profetike të Muhammedit alayhi salatu wassalam na këshillojnë për një zemër të shëndosh, për një zemër e cila do të ketë lidhshmëri të mirë dhe të bukur në raport me Allahun te bareka wa taala. Do të flasim rreth asaj se si duhet të agjerojë zemra në këtë muaj të veçantë, të cilën Allahu te bareka wa taala e boni për ne si besimtar, muaj të mëshirës, muaj të faljes, muaj të humanizmit, muaj i cili ngërthen në vete vlera të shumta, të cilët Allahu te bareka wa taala na paraqiti këto vlera, këto parime nëpërmjet fjalës së Tij subhanahu wa taala. Allahu i lartë madhëruar në Kur'anin famëlar në surën At-Tagabun thotë: وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. E kush beson Zotin, Allahu do t'ja udhëzoj zemrën e tij. Dhe s'ka dyshim se udhëzimi i zemrës është udhëzimi kryesor në trupin e njeriut. Fillim i çdo vepre, fillim i çdo pune të njeriut, dhe është bazë e çdo pune dhe piknisje në çdo veprim në veprimtarin e njeriut. Muhamedi alayhi salatu wassalam në një hadith të tij të vërtet dhe është vërtetuar nga pejgamberi alayhi salatu wassalam të këtë thënë: a nuk ka në trupin e njeriut një copë mishi, që nëse ajo është në rregull, i gjithë funksioni i trupit është në rregull. E në qoftë se ajo nuk është në rregull, i gjithë funksioni i trupit nuk është në rregull, ajo është zemra e njeriut. Prandaj kemi dy lloj zemrash. Një zemër e cila është e gjallë, dhe ajo zemër
është e mbushur me qetësi dhe e cila vepron me devotshmëri ndaj Allahut te bareka ve taala. Është ajo zemër e cila e gjen qetësinë, sigurinë, harmoninë, kënaqësinë në fjalët e Allahut te bareka ve taala. Dhe për këtë shkak Allahu subhanahu wa taala tha, me të vërtetë me përmendjen e Allahut zemra qetësohen. A nuk qetësohen zemrat me përmendjen e Allahut te bareka ve taala? Dhe në çdo situatë, në çdo moment që besimtari e përkujton, e përmend Allahun subhanahu wa taala, zemra e njeriu e gjen atëherë qetësinë, e gjen atëherë qetësinë spirituale në zemrën e tij dhe në shpirtin e tij njeriu kur e përkujton Allahun te bareka wa taala. Atëherë kur zemra e njeriu mbushet me iman, me besim, me dashuri dhe mbushet ajo zemër me fjalët e Allahut te bareka wa taala. Dhe lutim Allahun që çdo herë na jep zemra të cilët i gjallërojmë me fjalët e tij subhanahu wa taala. Ndëruar vëllezër, ndëruar motra, lloj tjetër i zemrës është ajo zemër e cila është e vdekur, ajo zemër e cila është e somur dhe që në të është i gjithë shkatrimi i njeriu. Një zemër e cila është larg fjalës së Allahu te bareka ve taala, një zemër e cila është larg udhëzimit profetik të Muhamedit alayhi salatu wasalam. Ajo zemër nuk mund të jetë e gjallë, ajo zemër nuk mund të jetë e qetë, ajo zemër nuk mund të jetë e sigurt, dhe ajo zemër nuk mund të jetë në raport të mirë me Allahun te bareka ve taala. Dhe ajo zemër ka smundje. Dhe për këtë shkak Allahu te bareka ve taala tha, fi qulubihim maradun fazadahumullahu. Prandaj Allahu në zemrat e tyre tha ka smundje dhe Allahu më shumë u ashton smundjen atyre zemrave të cilët janë larg përmendjes së Allahut te bareka ve taala, dhe ajo zemër e cila dishon në vërtetësinë e fjalës së Allahut te bareka ve taala. Zemra e besimtarit duhet që të agjeroj gjatë dhe jashtë muajit të Ramazanit, dhe se agjerimi i saj bëhet duke e liruar atë nga energjitë negative, duke e liruar atë nga mendimet negative, duke e liruar atë nga citjet e djallit, nga mosbesimi, nga besimet e kota dhe nga çdo gjë e cila e njollos zemrën e besimtarit. Prandaj, zemra e besimtarit është zemër që punon me dashurinë e Allahut të Madhërisëm. Është ajo zemër e cila një emrat e bukur dhe cilësitë e larta të Allahut te bareka ve taala. Prandaj, zemra e besimtarit ka dritë. Zemra e besimtarit ka një dritë të cilën Allahu te bareka ve taala ja jep këtë dritë njeriu në jetën e kësaj bote, sepse ajo zemër është e lidhur me Allahun te bareka ve taala. Zemra e besimtarit ka shkëlqim dhe nuk mbetet errësirë në atë zemër e cila jeton me fjalët e Allahut te bareka ve taala. Prandaj, nderuar vëllezër, po ashtu zemra e besimtarit është dhe ajo shëndrit si kurse kandili, ajo ndritshon si kurse dielli dhe ajo shkëlqen si kurse mëngjesi. Prandaj, zemra e besimtarit kur dëgjon ajetet e Kuranit, i shtohet besimi asaj. Kur mendon, i shtohet vendosmëria, dhe kur mediton në atë që ka krijuar Allahu i Madhërisëm, i shtohet udhëzimi dhe devotshmëria. Prandaj kjo është ajo zemër të cilën na kërkon Allahu te bareka ve taala, që në këtë muaj të bekuar të Ramazanit kemi kësaj lloj zemrës, po ashtu edhe jashtë muajit të Ramazanit ta gjallërojmë zemrën tonë në përmendjen e Allahut te bareka ve taala, dhe gjithmonë në vazhdimsi zemrat tona të jenë lidhshmëri me Allahun te bareka ve taala.
Dhe kjo zemër patjetër se do jetë zemër e udhëzuar dhe zemër e shëndosh dhe zemër e mirë të cilën e don Allahu te bareke ve taala. Si agjeron ndryshe zemra? Zemra e besimtarit po ashtu në këtë muaj të bekuar Ramazan duhet që të agjeron nga mendje madhësia, sepse njeriu me zemër të shëndosh e din se mendjemadhësia është ajo i cila i prish raportet tona dhe punët tona të mira me Allahun te bareke ve taala, dhe prandaj besimtari agjeron me zemër edhe nga krijelartësia dhe nuk është asesi mendje madh dhe krije lart para madhështisë absolute të cilën e ka Allahu te bareke ve taala, para fuqisë absolute të cilën e ka Allahu te bareke ve taala, dhe ajo zemër largohet nga kjo cilësi e cila e dëmton zemrën e njeriu, sepse e tërë krenaria dhe madhëria janë cilësitë e Allahu te bareke ve taala. Po ashtu Muhamedi alayhi salatu wassalam na mëson, na tregon se zemra e besimtarit agjeron edhe nga vetëpëlqimi. Vetëpëlqim është të atribuarit ndaj vetes cilësinë e përsosmërisë dhe ndjenjen se je më i mirë se tjetri. Dhe këtë gjë Allahu te bareke ve taala e ndalon. Dhe kjo cilësi është cilësi e shkatrimit të njeriu, është cilësi e cila e shkatron dinjitetin, personalitetin, veprimtarinë, jetën e njeriu në këtë botë dhe në botën tjetër. Dhe na ka treguar pejgamberi alayhi salatu wassalam në një hadith të tij profetik, nga profeti alayhi salatu wassalam është vërtetuar tek këtë thon pejgamberi alayhi salatu wassalam, 3 gjëra janë shkatruese, thalathun muhlikat, 3 gjëra pra janë shkatruese për njeriu, për identitetin e njeriu dhe për atë e cila është më e shtrejta tek njeriu, personaliteti i duhur të cilën duhet ta ketë dhe ta zhvillojë në parime islame. E para, Muhamedi alayhi salatu wassalam tha është vetëpëlqimi. Vetëpëlqimi pra cilësi të cilën Allahu te bareke ve taala nuk e don, dhe lutim Allahun te bareke ve taala që këtë cilësi ta largojnë nga zemrat tona, sepse është gjë e urrejtur tek Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu si duhet ta agjeroj zemra, po ashtu zemrat tona në këtë muaj të bekuar duhet të agjerojnë edhe nga xhelozia. Sepse xhelozia shkatron veprat e mira të njeriut. Xhelozia pra shkatron punët e mira të njeriut, apo fjalët e mira të njeriut të cilët i bën në jetën e kësaj bote. Po ashtu xhelozia shuan dritën e zemrës. Po ashtu xhelozia e shuan pra një nur në zemër të cilën besimtari e ka në jetën e kësaj bote. Dhe po ashtu ajo pengon rrugtimin e saj drejt Allahut të lartë madhëruar. Është një faktor i cili pengon në rrugtimin ton në këtë jetë drejt Allahut të lartë madhëruar. Dhe lidhje me këtë, me këtë xhelozi të cilën njeriu e ka në zemrën e tij, Allahu te bareke ve taala për ata njerëz të cilët ju a ka dhënë të mira në jetën e kësaj bote, ju ka dhënë udhëzim, ju ka dhënë shëndet, ju ka dhënë familje, ju ka dhënë nga të mirat e tij subhanahu wa taala, dhe njeriu nuk duhet xhelozoj në dijen apo në diçka të cilën Allahu te bareke ve taala me dijen e tij, me urtësinë e tij ja ka dhënë nga të mirat e tij njeriu në jetën e kësaj bote, sepse në lidhje me këtë Allahu te bareke ve taala thot, apo i xhelozoni njerëzit në mirësitë që u ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu Muhamedi alayhi salatu wassalam në një hadith tjetër na thot, na këshillon, na mëson, edukon që mos ta kemi xhelozi njëri tjetrin. Dhe Muhamedi alayhi salatu wassalam thot, mos xhelozoni njëri tjetrin, mos e urreni njëri tjetrin,
mos e tradhoni njëri tjetrin. Prandaj gjithë këto cilësi duhet t'i largojmë nga vetja jonë. Po ashtu do ta përmendi edhe një ngjarje në të cilën Muhamedi alayhi salatu wassalam i kishte informuar shokët e tij 3 herë radhazi për një njeri që do të hinte në xhami, për një njeri i cili hiri në xhami dhe i tha Muhamedi alayhi salatu wassalam shokëve të tij 3 herë radhazi, tash do të hi një njeri i cili e ka fituar kënaqësinë apo xhenetin e Allahut te bareke ve teala dhe të pranishmit kur e pyetën Muhamedit alayhi salatu wasalam se çfarë vepronte ai njeri, çfarë cilësish kishte ai njeri, Muhamedi alayhi salatu wasalam i ushte përgjigjur dhe tha se nuk ndodh të fle e në zemrën time të ketë urrëtie ndaj besimtarëve, xhelozi ndaj tyre, mashtrim dhe gjëra të cilët njeriu mendon që ta dëmtoj tjetrin. Prandaj, lutim Allahun te bareke ve teala që agjerimi jon të jetë në parime islam ashtu si don Allahu te bareke ve teala. Lutim Allahun me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta që neve si musliman na bëj gjitha adhurimet kabul inshallah në këtë muaj të bekuar Ramazan dhe lutim Allahun xhaleshanuhu që të jemi të shpëtuar në këtë botë dhe në botën tjetër dhe shfrytëzoj rastin në emrin tim personal që këtë muaj të bekuar Ramazan gjithve që tua uroj inshallah e kalojmë sa më mirë dhe në kënaqësinë e Allahut te bareke ve teala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.